Po ti vetë si e ke pas fëmirin tate? Unë fëmirin time e kam pas shumë mirë, nanën e kam pas roba qepse, kurse babën e kam pas teknolog prodhimit në një uzinë mekanike. Është një nër themeluesit e uzinës, se kanë qenë intelektual pak të atëherë në atë kohë, edhe është një nër themeluesit e uzinës mekanike bujësore, kurse nanën e kam pas roba qepse. Pra unë kam fillu me qep që kur kam qenë 14 vjeç, që kur me zi më arrishin kam të pedalja. Do me thënë edhe ti vetë e ke provu Po, kam qep pantalona. Qepje pantalona. Pastaj u rrit me... Do me thënë ti e mësu që të rokisni shumë tek dera jote, se kush ka pas një roba qepse në shtëpi... Kanë pas pak. Kanë qenë pak. Kështu që shumë njerëz vinin qepnin tek. Absolutisht. Pastaj kam marrë shkollën industriale për mekanik. Edhe më të shkollës masaj kam fillu në fabrikë huze, kam fillu se mekanik. Makina shqepse. E ke pas me qef një me? Shumë. Gjithmonë, Kam 36 vjetë, 37 vjetë që e bëj këtë punë dhe vazhdoj me e ba me qef. Bile sa shpresa se të bollë mua, bollë përsa të lene, vazhdoj me mëllë dhe. Që që e kam më shumë si e fot ri edhe gjithë ditën. Nuk kam... Nuk të mërzit pjesa mekanike. Po dhe kush kam që me bo, të pas roqe shumë, mund taj, modifikaj, bëj diçka me fjallë, ja gjaj vedit punin në fjallë, asnjëherë nuk jam bosh. Po ti gjithmonë je marrë me këtë punë? Pra, nuk je shkëputur asnjëherë edhe në periudhat e vështira në theshtat? Asnjëherë? Sepse ka pas shumë që kanë ndru profesione në këto vitet tranzitore. Atëherë, një periudhë kur jam kthy prej Durrësit, që jam kthy në Shkodër, hapa dhe dyqanin që tregtoshe gjilpana, vegla, makinash për makina qepse, edhe kam pas edhe një repart roba qepsijet, e majta 2 vjetë, por shumë problem u banë punëtorët e para punës. Kështu që erdhi moment që nuk e kisha ëndër me pas një repart, edhe arrita, por ishte shumë probleme e majtë. Kështu që e vështirë. Erdhi një moment që bollë. Me që je këtu, si e gjykoje ti të qenurit i punësuar nga të qenurit shef? Atëherë si e gjykoj. Çfarë ke gjyku gabim kur ke qenë punëtar? Kudo që kam punuar dhe kudo që vazhdoj me punu, punën e atij tjetrit unë e shoh si punën time. Sepse nuk kishe pas qef që kur dal për deret, më thonë që se iku, a ke parasysh. Pra du që kur të thonë, a i lumshin dur që ma bani këtë punë. Kështu e kam konsideru vazhdimisht punën. Po. Edhe kur punoje të tjetër? Absolutisht. Unë kam punu 10 vjetë të Durrës se i firmë italiane derisa o myllë që firmë, po 10 vjetë pa ndërpremje. A i bëhet llogaria shefit? Atëherë, unë që kam bëha si herë. Pse nuk e kam bëha si herë? Nuk e kam bëha si herë sepse ti shkon me punu aty dhe shkon me dur në xhepa. S'mundesh mu bëha ortak ma që ka shpenzu, ka hall miliona. Aty si, nuk ka sens mu bëha ortak me te. Me thonë, ky fiton kaq që ky fiton aq. Por nuk ke arsye me bëhet punë. Se është jashtë logjike. Ti ke shku me dur në xhepa, ke me shit atë punë që ti din me bëha. Për atë punë që ti din me bëha, nëse ki bëha i kontrat, kaq kena ra dakord, kaq ti mos shiko se çfarë fiton ai, ti bravo i qoftë. Pra është mentalitet. E di pse të pyes sepse e di që kjo është temë shumë këtu tek ne, shumë e diskutuar. Unë shumë debatoj se më thoshin ja po ti ke rrogë mirë, janë ne këte se kur kam shku në Durrës kam shku me rrogë italiane. Edhe më thoshin ja po ti flet kështu. Por ka i gjë se kur ti e fillon... Ti ke punu për me marrë atë rrogë. Kur ti e fillon punën, ti ke hap mas hapit, shkollë mas shkollet. Pra ti nuk mundesh sa të marrë shkollën me marrë, pa thona 2 milion lek. Patjetër. Pra dën experience, dën punë, dën... Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.